ku mërë me bëshin disa motora, me cilë qëta shkena me dalë. Duhesh me provu mu mishnu me motorin, për punë që me adit takatin, rrezikin ato këto. Pio kalzaj, keni me po qfar manovrave, o ka nërmën, ku të net kamera o djallë. Po tash kur hina malit kismet zotit mu rej me arusha. Apo më tregon sa motora i ki në dispozicion që i ki do më thonë parajnë për me dalë në qëtitje? Po kemi fillu par vjetë, dhe më thonë dikun ka 10 ori me 5 motora. Kinez, Japan, gjdo Amerikan, Kanadez, Australian, s'kim pas ma Evropian së bat laf. Deri sot kemi mbi 150 femna që kur asker as trotinet nuk kanë vozit as bicikl, mi po qëtë motora kanë proktunet. Kur janë zakonisht 2, 3, 4, të ne ka një zbritje, kanë një pije për shpijës, deri në 50 cent me zgjith shka dojnë. Deri në 50 cent me zgjith shka dojnë. Përshëndetje Mr. Midi, shikus të shqiptarë që klejnë janë Alindi. Sot janë në shtetin e Prizrenit, janë orë të ATV Adrenalina, ku mërë me bëshin disa motora, me cilë qëta shkena me dalë, edhe mi vizitu ka që da bjeshtë këmira Prizrenit. E për ma shumë detaj edhe me po adrenalinin edhe knatësin që ne kjo rejnë me këta motora, hadini me njëve. Tash kur nisem për një udhë gjatë me bu. Po, për dojnë malin pak, për që ditën pak. Që jo pak natyrën e Prizrenit se anina ka ju ka, po kemë edhe nashka me prezentu të shka. Nas kemë edhe qaq. Okej, na kemë bjeshtë ndryshme. Qysh mi anis, ku jënë frenat, gazë për gazë pedi. Po, regullat e qdo klientit, para se mu nis, që i spjegojmë na është kështu. Kjo është tash momentalisht neutrale, kjo është full automatik. Okej. Edhe nëse për shembull tash këtu e kemi frenin e përgjithshëm, me dorën e shmajt kemi punë me fren, edhe me dorën djathtë kemi punë me gaz. Gazin çdo herë me ndjenja. Pra duhesh me provu mu mishnu me motorin, për punë që me adit takatin, rrezikin ato këto. Kjo është e thjeshtë, gazi edhe frenat. Shenjat janë këto. Ndalesa është drejt. Në djathtë, ndalesa është në drejt. Dritat janë automatik, të kallne, shpejtësi është, dhe më thonë kjo është automatik. Tash nuk i punë kur gjë tjetër, përveç se mi dhonë gaz nisët edhe frenin kur t'nalët. Ma punë me menjasht me diçka do më punë tjera s'kim. Nëse unë ja bëj kolonës me gishta, gjithmonë se cilë do të me këshirë motorin në vetë me nalë shenë, për punë që me liru makina tjera, mës me javë pengue, këto janë regullat. Telefoni nuk përdore gjatë rrugës, i kemi pikat e pushimit ku nalimi, për me marrë pamjet i mira shetitin. Unë gjatë rrugës bëj disa video, që ja japi tani se cili klient mi pas, kujtim. Qëta shku kena me shku kalzena? Tash i kemi një shetitje 2 orëshe, kemi edhe disa klient anina, që jemi bashkangjitemi, e kemi me shku në Dardani, gen qartë thirët një fshat, në përmal kemi me dalë në fshatin Novo Selan, fshatin e ri atje, 1000 metra në alësim bitëtare, edhe kemi me zbit gradualisht të poshtë, kak forilla, bashdërone, edhe me dalë këtu huje. Prapë, hako kemi, anisë për ka dole. I kemi, ka da ka dole. Hade bismillah. Hade bismillah, hade në prekë zoti. Hade, okej, inshallah. Hade, inshallah, udhët morë. Shikus në rumë, rëni me pamjet, edhe rëni me adrenalinin që kena me përrejtu. Ja, kom duarën, kogja. Dilti para. Shikus në rumë, sta që na dhe më thonë, midis sheshit Prizrenit, jo midis sheshit, po midis qendrës, midis qytetit, edhe kësmet po nisemi për një përjetim kogja si ma të veçant. Është hera e parë që në shtetin e Prizrenit jam të dollë me motor, sidomos me kësi motorri. Shikus në rrugë, për momentin jena të vozit në asfalt. Po, kur dalli mal, pio kalzaj, keni me po qfar manovrave, o ka nërmën, ku të net kamera o djallë. Për thonë shikus në rrugë, që kjo ide ke kamermoni tem, ju e jemja. Se që kamermoni për gjetë se dhe pas ka bujnë jetë me nga morë në qafë, po mas i kamermoni nga ka nërojnë nëshë me shefin, e sëm pja prishim. Hajde mas mirë. Shikus në rruna, erdhem të pika e parë e pushimit, të nalem me pushu. Që kjo thim këmë nga zgjatë dika 2 orë me shku më këthy, kësë me të zotit, po i sa që nërë me një pamje ku po shiet gati kitë Prizreni o vla. Për ma shumë detaj ma herë se qëfar motorrave janë, e sa kushton një gjera, ma vonë këmë nga kalzu pronare i rentës, po ja vëlejka, ka gjasi shumë ardhë, shkaku që rruga e sigurt, unë nuk kom vesh pajisje të posaçme për rrugtim, se shumë zheg, shumë nxehtë. Po edhe të janë zonë të pas vetë besim që di me vozit motore,
si vesha heq. Kështu që rrini me neve edhe ndiqeni rrugtimin ton deri në fund. Domethënë sa që na në pikën më të ultën, po tash kur hina malit kismet zotit morrë me arusha. Kështu që rrini me neve. Gëzem, po të gjallo, sa që të fshat jena me ku jena që të fshat me këtë bukuri. Këtu jemi në mbi Prizren, mbi lagjën Kurilla, Thirrët, mbi Bashkërone. Është fshati i ri Prizrenit. Ish Novoseland, Thirrët. Kemi një nalësi këtu momentalisht ku rreth 800 metra. Rreth 800 metra. Po, këtu jemi, tash kemi me shku deri 1000 metra, pika e parë ndalimit, pika e pushimit ku e bëjmë. Një vend jashtëzakonisht i bukur. Atraksion. Ka gjë i bukur. Është shumë. Apo më tregon sa motora i ki në dispozicion që i ki domethënë parajnë për me dalë në çetitje. Po, kemi fillu par vjet, domethënë dikun ka 10 ori me 5 motora. 5 motora. Tani rrit hala? Po, tash kam 7. 7 i ki. 7 i kam momentalisht. Edhe shpresojmë për zgjerim atraksionit edhe diçka tjetër risi. Gjatë këtij vitit kemi, mi po ne punojmë dimën verë, e kemi e teshat, matjet e tona me dorza, me teshat dimrit, me çizme, me çdo sa ne kemi tona pajisjet, po në lokal vishim ndryshëm, domthonë çështu vjen, çështu kthehesh. Okej. Pineve pe aty lloçet të madhe ose borës madhe mund të shkon banket, domthonë s'ka pi kloçi. E çaj me rëndësi. Edhe kështu që kalojnë dimën verë, kemi një atraksion jashtëzakonisht mirë, kemi trenin tepër të bukur. Domthonë trenet e tona shkojnë deri dikon rreth 2000-2100 metra në altësim videtare, që bëjmë shëtitje. Ama ka gjë një farë pamje e bukur. Kjo është diçka e jashtëzakonshme. I kemi dhënë në fakt e kemi bërë një promovim të turizmit këtu që realisht edhe disa qytetarë të Prizrenit që se kanë shkel këtë teren me rastin e motorave, domthonë me adrenalinën që vinë me neve, kanë dyshosh një farë impresionimi, thonë wow, sipas më ditë që pas këtë vend kaq të bukur atë pikë kësaj pikës. Edhe interesant. Po kalojnë mirë turistat, kemi turistat të ndryshëm këtë botës. Për këtë botës? Për këtë botës. Kemi vjen mirë? Kemi. Domthonë saqë kemi pasat Palestinës familjar. Wow, sa interesant. Atë domthonë përveç tjerave, pak më ka më që dëshme domthonë na ku kemi pa pjesën atë në televizor, thashë më Palestinat atë jo, okej, mirë. Kështu që nuk kemi lënë domthonë besoj komb kinez, japan, çdo amerikan, kanadez, australian, s'kim pas më evropian s'bot laf, që si kemi dhënë një mesazh mikpritës, edhe një adrenalin të bukur, edhe një peisazh të bukur, si ditën si natën, për shkak se punojmë deri në 2-3 natës. Deri në 2-3 natës domethënë me motorën për teren. Po. Allahu i qoftë. Tregom sa është gjëra vëlla. Edhe sa orë, sa minuta. Po ka të variant, domethënë kemi të ndryshme, për shkak se na jemi në pikën e qytetit, në Shadravan aty. Kemi xhiro qytetit, për shembull ka 15 euro. Një xhiro nazës, domethënë është 15 euro. Tani kemi 25 euro 30 deri për 1000 daljet Prizrenit, domethënë pak për 1000 atje. Tani këtu ku jemi na për një orëshin, zakonisht që i bëjmë 1 orë dhe 15 minuta, është 40 euro për një person. Për 2 persona në motor është 50. Kur është një motor, kur janë zakonisht 2, 3, 4, tani ka një zbritje, kanë një pije pishpijës, deri në 50 cent me zgjedh çka dojnë. Deri në 50 cent me zgjedh çka dojnë. Okej. Deri në 50 cent kanë me zgjedh çka dojnë, domethënë pi ujit e deri në Golden Eagle. Okej. Benzin full. Benzin full e kanë, domethënë sa e kanë pileve. Tregom një motor sa kushton më ble vëlla. Pejstonë që i kiti. Unë i ku marrë dikun 6300-400 më kanë bo këta të partë, 5 që i kam. Më thonë copa? Copa, Wow. Po, kurse këta 2 tjerë që i kom shtue vjetë, këta janë dikun rreth 6700. 6700. Vëlla ja blem për shembull një motor në qësi shumë me përundësi terreni. Bo makinë nxjerr vetë këtu. Tash kjo është biznes. Normalisht. Edhe tash unë ja kom bërë një farë për llogaritjen kuptimin e terrenit pak më i rujt motorat, për shkak se me këta motora unë kam qef me i pru njerëzit që është edhe gjallë me këti. Pra domthonë diet ku jemi tash. Normalisht. Edhe unë kam qef domthonë me bani shëtitje normale, jo kështu off-road në ekstra. Po domthonë ja japin një shëtitje normale. Kur është tani klienti qoftë që ka praktik në vozitje, ma jep edhe një fa komoditeti pak sikur me ty sot. Domethënë ai isha shofer. Shumë i mirë, suksese inshallah të prin fati gjithmonë, dhe s'kem pas kur aksidente, se punoj shumë mirë i kujdesshëm. Edhe tani më jep nështë pak një fa komoditeti, muni pak më rahat edhe me bani shëtitje pak më qetë, edhe po mënoj pak më shpejt edhe më pa komplekse. Okej. Për ndryshe, veçoritë që i kam unë, domethënë që mi kanë respektuar ose që mi kanë falendëruar se që është si kriter në atë kuptimin pak më i veçantë, është që deri sot kemi mbi 150 femna që kur asker as trotinet nuk kanë vozit as bicikëll, mi po çet motorë kanë profesionalt. Ka. Domethënë është diçka që e kam arrit me një praktik, ndoshta pak edhe komunikimi, ajo thjeshtëzimi që ja bëj unë femnave. Jo unë tutën s'kam bërë kurrë diçka, jo kemi hyp, e bëj praktikën aty te motorat ku na pa në fillim. Aty bëj praktikën, ja shoh refleksat, e shpjegoj krejt. Momentin që e shoh që domethënë bani them hec. Jo po, hec.
E këtë rejmë. Po, vjen këtu, kthehet, edhe kështu që kalojmë diçka. Koxha mirë. A nisëm vazhdojnë hala manal se duhet pa bukuria, hala më të bukura. Kemi më të bukura hala. Hajde Presin. Hajde bismillah. Kësim në këthim në qendër të Prizrenit prapë. Në zemër të shtetit. Zemër, do thonë mas 2 ore gjiro. Po, mas 2 ore gjiro. Kësim unë vëllo të falenderoj mas pare që na ki prit. Shumë faleminderit, ishte mersi. Që na shëtit dhe besa në kalzoj do vena që se kena po kur. Po. Dhe që gogja se shumë pja vleka me orte OTV rent edhe me përjetu këtë far adrenalinë dhe knatësin që po tap ke edhe motorri, po ashtu edhe po me të Prizrenit. Shumë faleminderit për vizitën. Respekt për juve, respekt për gjithë klient. Është diçka që ofrojmë, po më në diçka që ja vlen. Adrenalina normale është e bukur, qyteti e mirë, qyteti ka pamje të bukura, kemi mundësi me qytet disa bjeshë shihen mirë sa në edhe kështu që pse jo. Faleminderit shumë. Edhe qytet, edhe natyrë, një famiksi diçka që ja vlen. Koxha si bukur. Diçka një kombinim i mirë. Baja gëzë shumë. Shumë faleminderit shumë vite egzem trojt zoti Respekt Allah. juve. Respekte. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë vite. Amin. Respekte. Respekt për juve. Shikus në rum, na vetë sa e shiju, pamjen e Prizrenit po ashtet masaksisht malet edhe majet e Prizrenit. E ju faleminderit shumë që na keni ndiqur deri në këtë momente, Zoti ju rujt, e pasim të rinj jetë e shihemi deri në historinë e ardhshme. Mirupafshim.